Mirëmëngjes. Mirëmëngjes të gjithëve, kudo që të na ndiqni. Ju përshëndes me gjithë zemër. Ju uroj një ditë të mbarë. Një pasdite familjare dhe një ndeshje futbolli. Ndezën shkëndijën e një pasioni dhe një rrugtimi të bukur. Ju mbanë krenarin e emrit të një skuadre të futbollit të femrave. Ju Bandanja Shkodër, e cila natyrisht tregoi shenja të veçanta të emancipimit shoqëror, por edhe të guximit dhe të një rrugtimi plot frymëzim për të gjithë. Familja Jaku, 2 prindrit, 2 vajzat dhe djali. Atë pasdite, pas asaj loje të bukur futbolli, ndalën frymën për të marrë një frymëzim dhe një betim të veçantë, krijimin e një skuadre futbolli e para në Shqipëri si futboll i femrave. E mrekullueshme, natyrisht, sepse ajo gjeti një rrezatim dhe vijimësi të bukur dhe që nga ai shtator i 2025-s Ju Bandanja shkroi një histori frymëzimi. Ferdinand Jaku, presidenti i skuadrës së futbollit të femrave Ju Bandanja Shkodër, është me mua sot në Mirëmëngjes Shkodër. Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi ose Nadia mirë. Shkodanqë dhe mirë që gjeta. Faleminderit për ftesën dhe për vlerësimet. Unë do t'ju quaj një njeri të guximshëm, sepse vetëm një guxim, siç bët ju dhe familja juaj, bën që të merrni një hap të madh dhe të frymëzoni madje dhe të tjerët për të nisur një rrugtim të bukur siç është futbolli i femrave. Vërtet, në atë periudhë ishte një kurajo, një guxim i madh, por ishte ideja para që në ngacmoj, me pas u mbështet nga bashkëshortja, u frymëzuam dhe guxim familjar vendosim që të marrim përsipër çdo lloj në thojza rrezikut për të bërë një organizim të tillë dhe organizuar me ekipin e vajzave, pra një grup vajzash të cilat demonstruan atë brishtësinë dhe bukurinë e tyre nëpërmjet sportit të futbollit që më përpara ishte e pa dëgjuar. Dua t'i dërgoj një përshëndetje zonjës suaj. Unë nuk e njoh, por unë shpreh respekt shumë të madh për mbështetjen që ju ka dhënë dhe për pjesëmarrjen e nisjes së këtij rrugtimi kaq të bukur. Besoj se tashmë ajo ndjehet mirë si pjesëtare e fillimit të kësaj veprimtarie. Në fakt, për te asaj që unë shpreha, idetë në përgjithësi nëse nuk mbështeten nuk vazhdojnë, pra frenohen, stopohen, ndoshta me të shprehur, por ajo e mbështeti këtë dhe ashtu siç ju e theksuat dhe unë një e mirë që kam një bashkëshorte që më ka mbështet dhe akoma sot vazhdon mbështetja e saj dhe është kontribuese kryesore në këtë ecuri, në këtë rrugtim tash 20 vjeçar. Pasi zhvilluat atë lojë familjare, cili ishte ai bashkëbisedimi juaj që ju ratë në mendimin që sikur të krijojmë një skuadër? Në fakt, është thënë dhe së thënë në fakt, por gjithësi po mundohemi të japim atë mesazhin e nisjes, pasi bashkëshorte me 2 vajzat ne ishim në 2 grupe. Ju me djalin? Por ishte orari i reaktimit, unë me djalin dhe këtu lind ideja. Pse duke parë dhe atë bukurinë, atë kënaqësinë që ato po shijoshin në ato momente, pra gjatë reaktimit, pse mos ta realizojmë gjë aty dhe bashkëshorti ishte dakord me njëherë. Dhe pra mirëtoi atë ide. Dhe unë kam një veti që nuk i zvarris gjërat dhe ditën e nesme fillova organizimin.
A ishte pak sfiduese? Të them të drejtin, jo pak, po shumë sfiduese, pasi futbolli femrash ishte e pa dëgjuar. Ishim mësuar me volejboll, basketboll apo sportet të tjera, nëse për futbollin jo, nga që futbolli menohet si sport mashkullor. Megjithatë, duke unë kam rreth 37 vite që merrem me mjekësi dhe Ju jeni pa? opinioni Pa. që pozitiv që kam në atë zonë, që më vlerësojnë dhe më besojnë, Besimi që keni krijuar tek njerëzit. Patjetër. ambienti familjar ku unë po mendoja ta organizosha këtë ndeshje, sepse fusha ku ka filluar është në ambientin në oborrin e shtëpisë, pra ishte gjithçka familjare ku njerëzit kishin atë besimin. Aq më tepër që kisha kushrinat e mia, kisha mesat e mia, pra u bë një si thush një grup vajzash të afërta, të cilat e miratuan, vajzat e katekizit kishin marrë, të cilat pranuan këtë sfidë, normalisht duke ju interpretuar pak a shumë se si do të procedojnë, duke orientuar si do procedojnë, si do zhvillohet. Dhe por unë kam theksuar dhe kushrinim Marinjaku, i cili luajti rolin e trajnerit dhe të Albidit në atë moment. Unë kam theksuar, por ajo që mua ka bërë përshtypje ishte prezenca e tifozërisë në atë ambient në atë moment. Diçka e mrekullueshme, apo jo? Në fakt, Jubani ka kenë Jubanësit në përgjithësi, kanë kenë njerëz që kanë pa përtej si thush, janë kenë vizionar, kanë pa më larg. Ne kemi frekuentuar në shpeshherë një pjesë e madhe e banëve kanë punuar, jetuar në Shkodër. Pra që aq më tepër që distanca nga Jubani nga Shkodra nuk është e largët. Nuk është e largët. Pra pjesa e qytetërimit është më për afërt. Ju keni edhe një këngëtar, Riger Saloka, që fitoi X Factor. Megjithatë futbollistët shkëlqejnë ende më shumë. Edhe Rigersa në fillimin e saj ka kenë pjesë e vajzave të moshave. Ashtu, Po, absolutisht po. Pra, aty shumë vajzat të cilat kanë marrë pjesë nga fillimet, edhe janë eduku në aspekt sportiv, sot kanë arrit dikush është bërë mësuese edukimi fizik, si Gladio Rotani, dikush trajner si Paula Jaku, dikush tjetër kena alma hile në Itali, në Serie A, pra nga ai vend, ai frymëzimi, siç e theksuat ju, ka shpërnda ato mesazhet, ka shpërnda ka niku tek vajzat për të rritur egon personale, për të qenë dikush në jetë, për të ndarë gjurmë në jetë. Besoj se numri në fillim nuk ka qenë i plot, por është rritur me ditët që vinin më pas, ha? Vetë struktura e fushës është quhet calcetto, ku luhet 5-5 apo 6-6 dhe fillimet kanë kenë në fushë të vogël pra në calcetto, sepse mendoj që jo shumë vajza dinë të luajnë futboll. Dhe grumullimi i vajzave ishte pak e vështirë. Po kështu, pas asaj ndeshje, që luajtën 6-6 vajzat, është fatmirësisht edhe video e dokumentuar pasi kamerat dikur se unë kam bërë filmimin në atë ditë. Kanë patur atë shënim, si thush, gjatë regjistrimit, kanë patur dhe datën, orën e realizimit. Në ditën e nesër unë kam dokumentuar në mediat shkodrane, Shkodrës, të cilat unë duhet t'i falenderoj, TV Rozafën dhe TV Shkodrën, pasi me njëherë, pra është një dokument, forcim i atij dokumentimit. Pra ka pas të hon. Dhe patjetër, dhe ndoshta për 2 vite ne kemi luajtur futboll, jemi stërvit po them. Nëse për të tjerët unë kisha me pagesë, vajzat stërvitishin apo lunin gratis. Kemi luajtur futboll me
me vajza të ndryshme, por një ndër to, pasi i kërkoj të falën dhe fatmirësisht më dha mundësia me shpreh me vajzat basketboliste të vllaznisë me profesor Renato Rashën. Po. Renato si të herë pas here vajzat të luajnë futboll në Juvan dhe më pas filloi dhe ekipi dhe dorë. Por lidhja kombëtare që u bë ishte miku jon Gaspar Marku me gazedarin e minor Genci Mirej, 2 vite më pas. Dhe Genci bani atë organizimin marrë kombëtar. Aty filloi ajo shpërndarja më pas. Aty ju dolët jashtë Jubanit. Jashtë Jubanit patjetër, jashtë Jubanit dhe në fakt dolëm jashtë Jubanit. Po në përfaqësimin në Sarandë apo në Vlorë apo në Elbasan ishim Shkodra. Juban Shkodra. Ishte pra ekipi i Shkodrës. Si vendosët këtë emër Juban Danja Shkodër? Atëherë Juban Danja Shkodër. Danja është një qendër e hershme, edhe ne kemi një legjend ku është shpedha e Lareqit në majet malit të Jubanit, ku ka lidhje historike me Danjën. Dhe dikur kemi pra Jubani ka qenë pjesë e dioqesis e Sapës së Danjës, po. Edhe kjo është një histori. Thjesht unë jam mundur të ruaj identitetin, por të bashkohem dhe me tjetë, por është pjesë e Shkodrës. Gjithsesi pjesë e Shkodrës. Gjithsesi. Filluan tashmë interesimet për tej, domethënë patët një rrezatim. Madje keni fituar edhe 2 kupa në takimet me ne kemi fituar disa kupa. Disa, ëh? Në organizimet para se Federata Shqiptare të Futbollit të më të përsipër organizimin, në 2007 në Sarandë ne ishte fillimi i aktivitetit turneut kombëtar ku merrte pjesë Jubani, Tirana, Rubiku dhe Korça. Në fakt aty nuk është se u paraqit më mirë. Pasi ndoshta dhe emocionet dhe mungesa një eksperiencë patjetër sepse por pjesëmarrja ishte në një emocion vedi. Fatmirësisht aty kishim si përgjegjës nga federata për të vëzhguar ishte i ndjeri dhe i madh i Shqipërisë, i madh i Shkodrës dhe i Shqipërisë Din Xhega, i cili me të vërtetë e përkrau dhe si thush e vlerësoi atë iniciativë. Në 2007 në mezetezën nënor, kupa pavarësia në Vlorë. Fatmirësisht ishte kupa parë që pra torneu i dytë dhe kupa parë që ekipi i Jubanit fiton dhe është një emocion i papam. Ishte një pavarësisht se ato kupat, gjitha kupat nuk kanë në vlerë financiare, por emocionale dhe morale kanë një rrugtim shumë të bukur emocional, fizik. Aty filloi kupa parë. Të gjitha. Dhe më pas janë 2 kupa 2011 dhe 2013, 2 kupat e Shqipërisë ku ekipi i Jubanit normalisht një mirë pasi ka lënë gjurmët e veta në këtë rrugtim si fitues të trofeve, por dhe si themelues, si fitues të trofeve, por dhe si konkurrent në mënyrë sistematike gjatë periudhës që ka qenë aktiv me vajzat e rritura. Keni pas mbështetje financiare, si keni arritur? Fillimet kanë qenë pas edhe mbështetje financiare, ishte thjesht kjo aventura, pasioni, aventura e kësaj idee për të vazhduar, normalisht pasioni për futbollin, sepse futbolli është sporti më popullor dhe më i ndjekur. Dhe fillimisht nuk kena patër mbështetje financiare. Më pas filluan gjëra të vogla kur filloi federata me vonesë filloi disa mbështetje financiare, por gjëra spontane kemi pas, për shembull, kryetari i bashkisë së Vadensit, Gjon Marku, diçka simbolike me kanë për disa vite. Komuna Gurizi dikur me Broz Markun me kanë diçka
për një Pra, kanë qenë gjëra spontane, por disa mbështetje të vogla, të por vogla. mbështetja kryesore është shpirti dhe pasioni sportiv juaj. Atëherë, ne jena presidenta dhe për të marrë këtë titull president, do të marrësh përsipër anën financiare. Sepse shpesh ne shohim jam president thot, më fal se nuk po dur, para që këtë ke, por dhe ndërkohë pres kur pa më japin lek tjerë për më presidenti ka një mision dhe ajo grata titull si tush mund ta quaj, Është përgjegjësi. është përgjegjësi dhe do të marrësh përsipër financat, kështu që unë deri në këto momente që vazhdoj, pasi tash më kemi vajzat e moshave, unë vazhdoj të financoj personalisht, pra është një sakrificë. Kam hek shumë financa nga familja, kam preju familjes dhe e kam dediku futbollit të femrave. Natyrisht ju keni rritur dhe kultivuar, ju pak më parë thatë disa sportiste tuaja të cilët kanë pasur një rrugtim të bukur më pas. Cilët janë disa nga emrat e skuadrës Jubandanja Shkodër? Atëherë janë fatmirësisht janë shumë vajza, sepse në këto vite, gjatë gjithë këtyre viteve, ka patur shumë vajza që janë rrit aty dhe kanë nga një sport i dashur, argëtues, edukues, kanë arrit të bëjnë profesion për jetën e tyre dhe kjo është ajo që më jep disiplinë sportive. Ajo që më jep mu atë kënaqësinë dhe krenari normalisht. Janë vajza sa dush që mund të përmendin, por mund të filloj për shembull Alma Hila, një vajzë që u rrit nga ekipi i Banit te ekipi i Banit dhe shkoi në Serie A në Itali. Kjo është një krenari. Pra një vajzë që rrit nga një akademi shkon në Serie A, pasi është liga më e zhvilluar, më e njohur në Europë, normalisht krenari. Përveç sa janë vajzë të tjera që kanë marrë shkollat e larta. Emanuela Jaku, Pavla Jaku, Giulia Prenci, Mirsata Çapnagaj, Josefina në përshëndetje. Po, si s'më kujtë për moment, po. Janë shumë vajzat të cilat se të shi... Po, duhet të kesh një listë. Një listë të tyre, të cilat kanë marrë, pra, janë disa në shkollë të lartë, po kanë marrë shkollë të larta, disa janë mësuese, disa janë trajnerë. Sporti u bë rrugtim i jetës së tyre. Profesion i jetës së tyre. Kjo është ajo që vazhdon të ketë ndjekës tifozëri përsëri Jubani në futbollin e femrave. Atëherë, Jubani ka disa vite, ka 3-4 vite që në futbollin e femrave konkuron me vajzat e moshave në ligën rajonale. Dhe normalisht vinë familjarët, ka dhe tifozëri spontane ndoshta, vinë familjarët dhe ndjekin këte ecuri të vajzat e moshave. Ndërsa ekipin e të rriturën ka disa vite që është shkput për arsye financiare të drejtën. Por ajo të që ne e nisim, po them, normalisht e përfaqëson edhe tham me kenari për te konkurencës në vitet që ne ishim në atë luftën sportive, po them, vazhdon Vllaznia, ku më vjen mirë që Vllaznia ka një arritje në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare, pra është kampione të sa vite në arenën kombëtare, por edhe arriti në arenën ndërkombëtare pasi ka sjellë ekipet emra të mëdhej të ekipit si Realin, Chelsea apo Paris Saint-Germain në stadiumin Lorëburi, që janë emra të mëdhenj të futbollit botëror, evropian dhe botëror, dhe tifozëria shkodrane e mbështet me të vërtet me një numër të konsiderueshëm. Po. Nuk mund të lë pa përmendur një emër, Paula Jaku është vajza juaj, futbolliste, por tashmë trajnere, licencuar, trajnere e ekipit të moshave, të ligës rajonale, por dhe ekipit kombëtar të vajzave. Çfarë mund të thoni për ecurinë breslënse, e cila nisi atë pasdite kur Paula mund të ishte mjaft e vogël dhe që mori zhvillim në hapa të mëtejshëm dhe u bë një rrugtim i saj profesional. Atëherë,
Unë kam edhe Emanuelen, e cila Edhe Emanuela Jakun, e cila ka kënë dhe golshënusja në vitin 2009 ma mirë e kampionatit, e torneut, dhe përveç u ba trajnere dhe Emanuela, me gjithate rrugtimi saj u nëprej pasi ikën në Angli me familje, me gazetarin Andon Zallin, bashkëshortin pra gazetarin Andon Zallin. Kanë 3 fëmijë të mrekullueshëm, 2 djemë dhe vajzë, Anuelin, Elianin dhe Anjen që unë nuk mundoj pa e përmend. Si gjyshi nuk harron ti jo, nuk harron, po ka dëshirë se ti jenë aty. Ato e shoh që njekun futbollin, por dhe Paula është trajnere tashme me licencën UEFA, është një licencë, është një stad i lartë, trajnere e ligës rajonale të Shkodës, kombëtarës rajonale quhet të Shkodës, ku ka fitu 2 trofe me organizim me U14 e Shkodës, trajnere të U17 të Vllaznia dhe zëvendës trajnere tek Vllaznia të rritën dhe për këtë arsye ajo është sot shumë impenjume dhe ndoshta vazhdimsi dhe shumë suksese tash në ndeshjen që ka. Dhe është shumë e angazhuar dhe shpresojmë që rrugtimi kësaj tashmë është kthy në një profesion, edhe Paula ka marrë shkollën e lartë, pra është dhe mësuese dhe trajner. Pra është nga një artim është kthy në profesion të jetës. 20 vite një rrugtim. Keni pasur ndonjëherë ndonjë dyshje, si e nisa, mos bëra ndaj gabim, apo çdo herë keni pas entuziazm. Normalisht nuk është entuziazmi i vazhdueshëm, është pak e vështirë ta kesh. Ka ato momentet, si thosh, ato luhatjet, janë shumë faktorë, vështirësitë për të financiare, apo pengesat që has gjatë rrugës të bën ngaherë të ndalesh dhe të mendosh, por dhe vështirësitë për të gjetur element vajza futbolliste, sepse unë fatmirësisht nuk e kam menduar shumë vite përpara, pra pas pak vite që organizova ekipin madh, kam menduar dhe kam organizuar madje Emanuela Jaku ka qenë trajnere e disa vajza të moshave në fillimet në vitet para 15 viteve. Kështu që unë kam menduar që duhet të përgatitet terreni për të furnizuar ekipin për vazhdimsinë. Kështu që pra janë shumë pengesa, shumë faktorë që ndoshta të kanë bë me ndalu dhe me menu, por për ta frenuar plotësisht nuk mundem. Asnjëherë. Nuk më lënë ego. Për çfarë jeni më shumë i kënaqur për këtë rrugtim deri tani 20 vjeçar? Keni për vjetor të shumt. Janë shumë momente, pasi brenda një ndeshje ti mund të kesh shumë momente emocionale pozitive dhe kënaqësie. Jo më gjithë këto vite. Ajo që mu më jep atë kënaqësinë e madhe, për te aty në fitimit të trofeve, tjerë vlerësimit të vajzave që mu më banë herë pas here, dhe ka disa vajza që më thrasin mu babi dhe bashkëshortës time nanë. Kjo është një vlerësim, pra tregon një familiaritet, një familje të madhe. Madje janë disa vajza të cilat këto emra si kanë përdorur në jetën e tyre dhe kur kanë ardhur në familjen time kanë gjetë një ngrohtësi tjetër. Kjo është një kënaqësi që nuk mund ta krahasosh me asnjë lloj emocioni tjetër. Përveç tyre janë vajzat të cilat e kanë nga ky, siç e theksuar përpara, nga ky aktiv më kanë thyer profesor për jetën e tyre dhe njihen mirë. Dhe janë pra kanë kriju bazën e jetës nëpërmjet këtij aktivimi. Janë sot thash me shkolla të larta, mësuese, trajnere, tjerë futbollistë profesionistë, pra kjo është një krenari. E vërtet. Ndërkohë që dikush i po na ndjek në këto momente, çdo gjë lindi nga një frymëzim i një dita, por jo vetëm, dhe u zhvillua, u rrit, u bë një rrugtim, u bë një histori, u bë një frymëzim i mëtejshëm edhe për të tjerët. Çfarë do të thoshet atyre që po na ndjekin dhe që kanë natyrisht
dilema, mendime për të nisur një rrugë një tjetër në çfarë do sfere qoftë? Atëherë, nda ne idetë tona normal duhet i shprehim dhe e mira është që kur ndoshta të analizohet i farë mënyrët ajo ide të gjenë mbështetjen, pra frymën e bashkëpunimit, pasi vetëm në frymën e bashkëpunimit përtej ngjyrave, përtej preferencave mund të arrihet jo diçka po gjithçka. E thashte të gjehet gjuna e bashkëpunimit, pasi përtej ngjyrave dhe preferencave, pasi shohim rëndom politikën e cila na ka pengu në ecurinë dhe zhvillimin e vendit tonë dhe kryesisht të Shkodrës, pasi Shkodra është një mrekulli në veti, e ka falë Zoti të mrekullueshëm në të në aspektet, dhe Shkodra ka shumë kapacitete intelektuale, ka shumë mundësina, por të gjithë ajo mënyra e bashkëpunimit për t'i dhënë atë vlerën që e duhur dhe atë që meriton Shkodra jonë. Në 20 vjetor natyrisht ka shumë urime dhe unë do t'i bashkohem edhe urimeve që ju janë bërë, që pra vazhdojnë t'ju bëhen. Do të ju uroja vazhdimsi dhe bashkëpunim të bukur dhe të mirë, frymëzime pafund dhe pasion të madh, sepse vetëm pasioni e mban gjallë të ndezur shpresën dhe e rrok dashurinë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju.